Në Bruksel, Sali Berisha zhvilloi takime edhe me eurodeputetët, ku thotë se vijoi me denoncimin e zgjedhjeve të 11 majit. Informimin për situatën e vijoi edhe me një takim me kryesinë e DGSPD-s në Bruksel. Asgjësojnë garën elektorale, se në situatë të tillë ti në fushë ke një gjigant që disponon miliarda, që disponon një logjistikë të pafundme, që disponon një personel të pafund, në një parti që ka një financim pak milion ose edhe më pak. Berisha edhe aty akuzoi për blerje të votave, por edhe përdorim të bandave kriminale. Nga viti 2023 deri sot nuk është kap 1 kilogram kokainë nga porti i Durrësit. Porti i Durrës është port i lirë për kokainë. Gjatë diskutimeve, Sali Berisha ka theksuar se ka marrë mbështetje nga partitë e djathta europiane. Ju duhet votoni për